Ne mbytemi në mbeturina, ne mbytemi në ere cila kundërmon gjithandej. Gostivari ka vetëm një kamion për mbeturina. Unë në 2017 kam gjek në debat, edhe atëherë ke mbuluar Gostivarin dhe kemi folë për mbeturina, për qendra cak, për korupcion, për infrastrukturë të rënuar. Prapë sot do folshim për të njëjtat tema, të cilat atëherë kanë qenë aktuale, por edhe 8 vite më vonë përsëri do flasim për gjitha tema. Ne duhet të ishim barabartë me të gjitha qytetet europiane dhe rajonale dhe të flasim për programe soft, buta, zhvillimore, me qëllim që të japim ekonomisë një shtyqje të madhe konkurruese, për të dhënë të rinjve një mundësi punësimi sipërmarrësie, të arrisim cilësinë, por këto janë tabu tema në Gostivar, sepse po ashtu ne mbytemi në mbeturina, ne mbytemi në ere cila kundërmon gjithandej dhe jemi kthyer në një favel Amerikane Latine dhe bën Gostivar një deponi e madhe, një grope e madhe mbeturinash, e cila si duket nuk ka zgjidhje. Gostivari ka vetëm një kamion për mbeturina, nëse nuk e din, prodhon diku të afër 100 ton mbeturina në ditë, edhe për kësaj që ka koncesioner privat, ato nuk arrin të mbulojnë të gjitha nevoja që ka komuna e Gostivarit. E dyta, ka një pajisje të amortizuar kontener të pakët, e cila sot rrallë mund shofi shpamje, e cila ka 4 rrota, kontener me 4 rrota. Ka një fuqi punëtore, e cila punon me 18.000 denar, apo 300 euro në muaj, ndërkohë që drejtori ekzekutiv i asaj ndërmarrje, edhe pse me borxhe merr deri në 3.000 euro bonuse, sepse punon me orare të zgjatura. Ne kemi një administratë të mbushur, e cila shkon në mitingje partijake, e cila kjo qeverisje ka marrë me 150 jeta punonjës, ndërkohë që numri i banorëve ka ra për 40.000, edhe kur duhet të ulesh të numri i punonjësve, ne kemi një rritje 2 fisht deri në 300 persona të cilat janë administratë lokale, sepse ato nuk duan zhvillimin e Gostivarit, ato duan ta nënshtrojnë dhe ta sundojnë Gostivarin për ta dhënë pastaj si trofe për qeverisje ose për zgjedhjet parakohshme. E fundit fare, unë mendoj që tani ka disa gjëra shtesë, nga ajo kohë që ke qenë ty, keni folë për borxh 1.5 milion, Gostivari ka 25-30 milion euro borxh. Çdo qytetari i Gostivarit ka prej 500 deri 800 euro borxh. Çdo fëmijë i palindur ka diku të afër 1.500 euro borxh.